Situata në fshatin Kamic në malësi të madhe nga vërshimi projit të thatë duket drejt përmirësimit. Rënja e intensitetit të rreshjeve si dhe tërheqja e projit ka bërë që emergjencat të ndërhyjnë për të bërë të aksesueshme rrugën për banorët, e cila prej 2 ditësh ishte e bllokuar për shkak të rritjes së nivelit të projit të thatë. Megjithëse situata duket e qetësuar, sërish banorët e fshatit Kamic janë të frikësuar nga vërshimi i projit thatë, pasi fryrja e tij mund shkaktojë dëme të konsiderueshme në këtë zonë. Ky rrezikshëm boll. Edhe të godisin sa herë që të godisin e prish sa herë që të vinë. Po së godit urë këtu s'ka kur forserit a të është. Si mjetë e ka godit para 3 javësh. Sa do i vogël që u tua rrugën e qarti. Ju ka bëhet dëm këtë herë? Dëm, ka bëhet dëm sa i ka, tani këtë zhure, këtë që ka, tani ka qunë ljada atje. Kushtet atmosferike kanë shumë të rana, rreshjet e shumë të mla, proni këto është kreti pa bes. I tash në orën 8 pa 5 kam qenë të s'ka pas as një fije uj, tash prap filloj me ardh uj, por problemi jam është qeshja jam është frekuentimi i fëmijëve, sepse 70% e nxënësve janë më të anë pronit, jam tash 3 ditë nuk munden me ardh fëmijët në shkollë. Sa i takon rrugëve në qytet dhe njësia administrative, të cilat u përmbyten nga rreshtet, Bashkia Malësie e Madhe po punon për kthimin në normalitet të situatës. Sot po ndërhyet në lagjen Meaj, ku kemi zhbllokuar disa kanalizime. Jemi duke ndërhyrë edhe në disa pika tjera të bashkisë, ku në fshatin Kamic, atje po rregullohet edhe rruga për kalimin e qytetarëve dhe të automjeteve, gjithashtu edhe në njësinë administrative në Kastrat, ku po ndërhyet për rregullimin e rrugkalimit të lagjeve të cilat ishin bllokuar gjatë këtyre ditëve nga shirat e rrëmbyra që ranë në Bashkinë Malësie e Madhe. Rreshtet e ditëve të fundit shkaktuan disa problematika në qytetin e Koplikut, ndërsa më shqetësuese situata u paraqit në fshatin Kamic, pasi projit thatë doli mbi rrugë dhe la të bllokuar disa banesa.